internetit. Për të gjithë ata që më kanë thënë që pse nuk ja dhe Buçi, do të kuptoni faktin që kanali YouTube-it të Buçi Podcast prodhon diku te 25 euro në muaj. Numrat janë aty, unë nuk kam bler shikime, as nuk kam bler asnjë gjë. Ju shikoni të gjithë sa të vegjël janë numrat. Kështu që nuk ka asnjë lloj interesi për Acromaxin për të futur në biznes me Buçi Podcast, përveç se për të diktuar se si apo qysh duhet të hidhet materiali ku etj. Kjo është një mënyrë se si Acromaxi, domethënë siç e ka bërë me Henry Ismailin përpara, edhe me 15 youtubera shqiptar më përpara, e bëri edhe me mua. Por kanë harruar ose kanë miskalkuluar pjesën që unë këtë gjë nuk e bëj as për të qenë i pasur, edhe as për të bërë i famshëm, e bëj sepse e ndjej se duhet. Dhe brenda këtyre 7 ditëve unë do t'i shkarkoj të gjitha episodet e Buçi Podcast, të gjitha episodet e hapësirës publike, monolog dhe çdo lloj video tjetër që është e Buçi Podcast, do t'i arkivoj dhe në një moment të dytë që shpresoj të jetë shumë shpejt, do t'i postojmë në kanalin e ri. Kur ai moment vi, unë do drejtohem ju normalisht për mbështetjen tuaj. Dhe me që Acromaxi ka vendosur të hajë peshkun e vogël, edhe pse është kaq i babzitur, edhe i ka ngrënë edhe nuk u fryka, atëherë unë po bëj një D-turn, po bëj një mini mision të vogël për të treguar pak të gjithëve se kush është Acromaxi dhe në çfarë biznesi është Acromaxi me të vërtetë. Deri herën tjetër, miq, ose deri në kanalin e ri, miru dëgjofshim. Mos harroni të ndiqni Buçi Podcast, sepse mund të më heqë nga bastioni i majtistëve që është YouTube-i, po jemi në Spotify, jemi në Apple Podcast, jemi në Google Podcast, asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Përveç se kanali YouTube nuk ekziston më. Okej, ka ndryshuar diçka, e kupton, po që jemi këtu, jemi bashk dhe nuk ka Acromax apo Nin që na e mbyll gojen. Po vjen sezoni i ri. Edhe kanë hapur një front tjetër me këtë gjë që bën. E kanë provuar kryebashkiak, 3 kryebashkiak të ndryshëm e kanë provuar me raporte për Instagramin, për TikTokun, për YouTubein. Nuk ja kanë dalë. Juve ja dolët për YouTubein. Mos keni merak, jetojmë në vitin 2025, mjetet janë free dhe janë kudo.